Gjatë muajit janar 2025, porti i Durrësit ka shënuar një rritje prej 3% në sasinë e mallrave të përpunuar, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, që përkthehet me 8,118 ton mallra më shumë të përpunuar. Kjo rritje reflekton një trend pozitiv në flukset tregtare dhe fuqizimin e kapaciteteve operacionale të vetë portit. Rritja e importet ka njohur një rritje të ndjeshme me 23%, duke treguar një kërkesë të shtuar për mallra të ndryshëm në tregu vendas. Kjo rritje i atribuohet zhvillimit ekonomik dhe investimeve në sektor të ndryshëm si ndërtimi dhe industria. Rritja të mallrave të transportit në traket dhe atë rifugjo. Vlen të theksohet se është vërejtur një rritje edhe në volumin e mallrave të transportuara me traget si ato të rifugjo, përkatësisht me 10% dhe 53.557 ton mallra. Këto zhvillime pasqyrojnë përmirësimin e infrastrukturë dhe efikasitetin e operacioneve portuale. Një nyje strategjike për tregtinë tregtare, porti i Durrësit vijon të luajë një rol kyç në ekonominë kombëtare dhe rajonale, duke ofruar infrastrukturë moderne dhe shërbime të përmirësuara për përpunimin e ngarkesave. Përmirësimet e vazhdueshme në teknologjinë dhe logjistikë kanë kontribuar në rritjen e kapaciteteve për të përballuar volumet në rritje të mallrave. Porti i Durrësit mbetet një nga qendrat më të rëndësishme të transportit detar në rajon, duke ofruar lidhje të qëndrueshme tregtare me Europën, por edhe më gjerë.